Deputetja britanike Alicia Kearns ka reaguar pas vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë, e cila dënoi 3 të akuzuar për përfshirje në sulmin armatosur në Bajnsk në shtator të vitit 2023. Në një postim në rrjetin social X, Kearns ka deklaruar se tashmë duhet të përballen me drejtësinë edhe udhëheqësit e grupit, duke aluduar në udhëheqjen e këtij grupi, Milan Radojčić, i shpallur në kërkim nga Kosova. Tani udhëheqësit e grupit, ju lutem, do t'i gjeni brenda qeverisë së Serbisë, ndërsa të tjerët po fshihen dhe mbrohen nga qeveria e Serbisë, ka shkruar ajo. 3 të akuzuarit në rastin Bajnska, Vladimir Tolić, Dušan Maksimović dhe Blagoje Spasejović, janë shpallur fajtor derisa Maksimović dhe Tolić janë dënuar me burgim të përjetshëm, kurse Maksimović me 30 vite burgim për përfshirjen e tyre në sulmin terrorist të 24 shtatorit 2023 në Bajnsk të Zveçanit. Shpalljen në akt gjykimit e ka bërë kryetari i trupit gjykues nga Dhënjim Arni në përbërje me anëtarët Rahman Beshiri dhe Donik Shala Abdyli. Vendimi i gjykatës vjen pasi familja e arreshterit të vrarë, Afrim Bunjaku, si dhe prokurori special Naim Abazi, kishin kërkuar dënimin maksimal në fjalët përfundimtare.